kujtuat ju se e tham apo e morën vesh të gjithë listën e personazheve të përfolur edhe me shumë mundësi për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova, por jo, ka ende informacione që vijnë nga vorbulla e thashëthemeve nga Prishtina, kështu që do t'i ndajmë me ju. Por ajo që na bën përshtypje është se ndër emrat, për shembull, po them një këngëtar që është shumë i njohur, Mentor Haziri, fituesi Top Fest me Alban Skënderaj, është shqiptar i parë këngëtar që shkoi në MTV, e mjaft titull për vokalin e tij, shumë të veçantë, por është dhe një emër tjetër që thuhet se madje mediat raportojnë se ka qenë e arrestuar me akuzën për veprën penale shtyrje për kryen e veprave terroriste. Kush mund t'jetë? Ndjekim siglën modeste të emisionit ton Modest. Sigla ndryshon ditë pas dite, por nuk ndryshon takimi këtu në YouTube. Faleminderit të gjithëve që po vinite. Olti Curi TV duke bërë regjistrimin tuaj, subscribe, poshtë, ku i bje po këtu poshtë. Okej. Shumë faleminderit. Big Brother VIP Kosova duket se po përfliten në emrat e parë të personazheve që do jenë pjesë e këtij spektakli të një shtëpie të përgjuar 24 orë në 24 që ka bërë një zhurmë të jashtëzakonshme, do të vazhdoj të bëj besoj, dhe për këtë zhurma fillon që në hapat e parë. Kemi dëgjuar emra nga më të ndryshmit, u diskutua për Zafina Ismailin, për Arbenitën e Ferës e emrat të tjerë si këto, komentat e dy poshtë ishtin nga më të ndryshmet. Dikush më shkruajti që i kam shkruajtur personalisht Zefina Ismaili dhe e thotë jo, s'do t'jem pjesë e Big Brother VIP Kosova. Megjithatë, na ka ndodhur të gjithë që edhe me miq të konfirmuar, e miq të vjetër, nuk kanë dashur të tregojnë dhe vetëm kur i kemi parë në premierën e spektaklit që kanë hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ose Kosova. Lista vazhdon dhe kjo është pjesa e dytë e listës. Po më bëri përshtypje se ka emra të njohur, por nga ana tjetër ka edhe emra që nuk i kishim dëgjuar ndonjëherë. Mirë pra, do ta nis me një emër, është një grua e cila është e mbuluar e besimit mysliman dhe her pas here merr pjesë në debate për sa i përket temës së fesë, teologjisë në përgjithësi. Iqbal Haduti është pikërisht një nga emrat që flitet se mund të jetë pjesë e Big Brotherit. Nuk e di se çfarë mund të përfaqësoj prania e saj në një spektakël si Big Brotheri, nuk e di nëse ajo ashtu si flet nëpër media gjithmonë për fen, për besimin e saj, mund të fliste 24 orë në 24 brenda shtëpisë, apo sa herë të hapej tema, pra një personazh i tillë që njihet për një gjë specifike, brenda shtëpisë aty nuk e di se sa do të funksiononte, megjithatë Iqbalja është një emër i lakuar. Ajo është përfaqësuese një sekti fetar, ka 3000 ndjekës në rrjetet sociale në Instagram dhe mediat nga Kosova kanë raportuar se ajo ka qenë e arrestuar me akuzën për veprën penale shtyrje për kryerjen e veprave terroriste. Pra, shtyrje për kryerjen e veprave terroriste. Ky është emri i parë që erdhi në pjesën e dytë të listës, se një pjesë e postuam në Instagram ditë më parë, në Instagram po se popo dhe në YouTube. Mirë, a ju kujtohet një këngë, e kujna lule, kujna, po TikToku na e bomboi veshin, na e bombardoi, dhe u bëj famshëm Bejtja. Bejta është pikërisht këngëtari i hitit Lule, ka 35.000 ndjekës. Kënga e tij Lule, por dhe këngë të tjera janë bërë virale nga TikToku. Por, njëkohësisht, ai është përmendur shumë në rrjetet sociale dhe në portalet e Kosovës, më pak në Shqipëri. Është shumë i pakur në Shqipëri, shumë pak i njohur në Shqipëri. Bejta është përmendur sepse nuk e di kush e hodhi këtë thashëthemin, por u diskutua që Bejta mund të ishte djali i Sabri Feyzullaut. Një lajm që qarkulloi mirë, edhe kjo i dha pjesën e vet të famës djalit, por më pas gjithçka u sqarua dhe jo, nuk ka lidhje fare me këngëtarin e njohur Sabri Feyzullau. Bejta ka bërë këngën e tij Lule, shumë të famshme, virale në TikTok, dhe gjatë një performance në lokalin ku ishte i ftuar, njerëzit që qëndrojnë prapa këngëtarit, pra në pjesën e DJ-t, e kanë xhiruar. Dhe nuk e di se çfarë lloj pantalloni kishte veshur Bejta, por u komentua sikur poshtë pantallona e kishte veshur mbathje tanga. Nuk e di se çfarë
provokoj një, thashë themi tillë, një fakt i tillë, nuk e dia u sqarua në herë kjo histori dhe ç'na duhet ne dhe ç'i duhet njerëzve. Megjithatë do bëhet se bëhet një gjë që të përflitesh dhe u përfolën tangat e Bejtas një lloj sa kënga e tij në mos më shumë. Emri i dytë pra ishte pikërisht ky këngëtar. Emri tjetër është Mentor Haziri. Rrethet artistike, ai kemi miq të përbashkët, Jonas Opin, Vesa Lumën, tregojnë gjithmonë që Mentor Haziri kur del këndon në performancat e tij, në intervistat e tij, është një djalë shumë korrekt. Njihet për zërin dhe timrin e tij shumë veçantë, por që është një personazh me shumë humor, shumë i shoqërisë dhe shumë interesant. Më kujtohet një gjë e tillë, ma ka thënë këngëtarët, artistët dhe mikeshat në fjalë. Kështu që surpriza mund të jetë edhe Mentor Haziri, mund të zbulojmë një anë të tij që deri më sot nuk e kemi zbuluar apo nuk e njohim. Mentor Haziri është këngëtar i mirënjohur me 23.000 ndjekës në rrjetet sociale, është artisti i parë shqiptar në MTV, datëlindja 1979 dhe me shumë të çmimeve që ka marrë best vokal, best artist e gjëra të tilla si këto, ne do ta kujtojmë për një fitore të madhe në Top Fest në duet me Alban Skënderaj. Kanë kaluar vite, megjithatë fitoria e tij ende është, sepse është një nga këngët që kanë mbetur vul në muzikën moderne shqiptare. Kohët e fundit, madje Mentor Haziri ka bërë dhe një duet me këngëtaren e mirënjohur nga Kosova, Adelina Ismaili, e cila po bëhet gati për në jurinë e Albanian Got Talent transmetuar në Vision Plus. Mirë, një emër tjetër që diskutohet për qenë pjesë e Big Brother VIP Kosovës është Skivi, Visar Shala, me 111.000 ndjekës në Instagram. Unë e kujtoj në një pjesëmarrje në Mos u gabofsha në këngë magjike duet me Ronela Hajatin. Aty e kujtoj, por unë e kam ndjekur edhe kur ka dalë për herë të parë, sepse ishin vitet e para Top Festit që bëri revolucion, dhe ka qenë në duet me Ledri Vulën me Skills. Skivi, pra Visar Shala, ka nisur karrierën e tij me grupin Skills dhe ka qenë në duet me këngëtarin tjetër Ledri Vula. Ai ka deklaruar, sepse nuk e di pse, po i është drejtuar një pyetje me shumë gulm, dhe në një moment po lexoja, nuk e di çfarë pyetje është gazetarët vendosin shpeshherë në siklet, dhe ai ka deklaruar: "Pik, jam rapper, por nuk më pëlqen hashashi. Më pëlqen një gjë tjetër. Kafshët." Kështu që Skivi ka për krajen tim në këtë pikë, sepse pëlqen qent edhe macet. Dhe në qoftë se do të jetë vërtet konkurrent në Big Brother VIP Kosova, edhe ky mund të ishte një mesazh si animalist aty brenda, sepse kemi patur në Shqipëri Roza Latin, kështu që mund të jetë edhe Skivi Roza Lati i Big Brother VIP Kosovës. Për të arritur tek një tjetër emër, Brikena Selmani, modele me 137.000 ndjekës, më bëri përshtypje se për Brikenën nuk kishte shumë informacion, ndoshta është në hapat e para të karrierës së saj, por Google-in e ktheva pash, shikon, kam harruar të pyes ChatGPT. Okej, do e pyes, gabimi im. Po Brikena Selmani dhe më kaq më del. Ndërkohë që është një djalë si një tjetër emër i përfolur dhe si i mundshëm për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova të 2025. Quhet Liri Tahiri. Po. Ka dhe rim që në emër. Liri Tahiri, këngëtar, model, 99.000 ndjekës. Ai jeton në Vjenë dhe në ato pak gjëra që mund të gjesh në internet, që të paktën unë gjeta, prap gabimi im që s'pyeta ChatGPT-n, nuk ja kam marrë dorën akoma, vazhdoj kërkoj në Google, gabimi im ky, më tregojnë se Liri Tahiri është një nga emrat që flitet për që në pjesë e Big Brother VIP Kosova. Ka një këngë me emrin Katile. Po ai në qoftë se do shkoj vërtet në Big Brother VIP Kosova, aty po që do shoh nga afër se ç'a do të thotë thjesht Katile, sepse mund të qelloj aty një person si Gresa, si Gjeneta, apo se disa emra të tjerë që ishin 10 në Big Brother VIP Kosova. Faleminderit të gjithëve dhe mirupafshim në takimin tjetër.